Pardon my French. Përshëndetje, mirë se vini në Pardon My French. Dhe kur themi të ftuar nuk pyesim për protokoll, kemi fiks një personazh shumë të dashur që ka protokoll, po ka raste që dhe nuk e pyet. Mirë se vjen në Top Albania Radio Rudina Dembacaj. Mirë se u gjej goca, mirë se u gjej, shumë kënaqësi. Gjithmonë në mes, aty të shkon shumë pozicionin mes të gocat e gra, mes në Pardon My French. Kemi punuar për këtë ditë. Si ndihesh njerën pas episodit të parë, ishit live ditën e djeshme me gocat, si je sot? Domethënë e ke ndjer këtë emocionin e ditës parë apo e ke kaluar tashmë? E shijova shumë sepse domethënë të gjitha bashkëprezantueset për jashtë Sherinën, unë i kam pothuajse mikesha, me Emën njihem prej kohësh, me Rozin kemi punuar, kemi ndërnjur 700.000 herë, se kemi qenë dhe tek i njëjti televizion, me Orin gjithashtu kemi kaluar edhe mbrëmje ndonjë gotë verë dikur. Edhe ndjem shumë komode, edhe Sherina gjithashtu. Kisha vetëm si më thënë atë frikën mos kishte pak emocione dhe i thosha gjatë gjithë kohës që do jesh shumë mirë, po e pam që në provë që ishte shumë artikuluar. Derisa normalisht herën e parë, madje unë e përgëzoj shumë sepse herën e parë dalësh televizion dhe dalësh live, nuk është as pak e thjeshtë. Është sfidë madhe. Po, e kaloj për mrekulli. Ja doli. Ja doli super mirë. Ky është paneli yt i preferuar deri më tani? Është herët për ta thënë, po që ti ke shumë eksperiencë, vetëm ti nuk ndrohesh në gocat e gra. Kështu që ma kanë bërë legjend këto zoti më. Vetëm ti je pa ndryshueshme aty, kështu që dua të pyes për panelin, me cilin panel ti përshtatesh më mirë, dhe pse gjithmonë qëndron ti aty edhe nuk lëviz. Do ta zgjidhim se kemi pyetje edhe nga publiku Leila. Kë ka mik Rudina Dembacaj që nuk ndrohet. Unë sa i përket paneleve, sigurisht që është herë të flas, po ndjehet që në fillim ai vibracioni pozitiv. Dhe duke qenë të gjitha goca me eksperiencë në prezantim, sepse edhe Ema ka patur emisionin e saj, unë ndjeva komplet në shtëpi. Ishte shumë më e thjeshtë, isha shumë më e lirshme, sepse pa dashje her pas here përpiqesha të ruaja pak ekuilibrat, ose tisha një farë katalizatori duke dramatizuar një debat me ndonjë notë humori, por nuk e mohoj që kam pas edhe raste që jam acaruar shumë, domethënë, sepse mund të kem pas goditje të vogla në brez, që pa diskutim s'më bëjnë asgjë mua, ja bëjnë personit vet atij që e thot, por gjithsesi është si nuk është komode, sepse presupozohet që të jetë një spektakël, se ai është gjysmë spektakël vërtet, është një talk show, prime time talk show. Ne nuk flasim vetëm për tema dhe të bëjmë qëllimi i gocat e gra, nuk mendoj kurrë që ka qenë të flasësh për një temë të caktuar, politikisht korrekte dhe mirëpafshme. Por të tregoni edhe nga vetja. Patjetër nga vetja, sepse nëse ke çfarë thua, dhe sigurisht duke nisur nga eksperiencat, nga mosha, nga karriera, duhet kesh patjetër diçka çfarë thua. Po unë kam gjithmonë më thjesht, unë kur komentoj diçka nisem nga vetja. Nisem gjithmonë nga vetja dhe nuk s'm ka interesuar kurrë, e kam marrë përsipër këtë lloj risku që të jem e vërtetë. S'm ka interesuar kurrë çfarë mendojnë të tjerët, edhe të jem politikisht korrekte. Nuk s'më ka, si më thënë, s'më ka ndritur ajo pjesë, nuk s'më ka pëlqyer kurrë që të jem thjesht politikisht korrekte. Unë këtë natyrë kam zgjedhur të jem këtë natyrë e lirshme, ti tregosh gjërat siç i përjeton, të gjitha ndjesitë tua. Mendimet e mia. Fal Zotit, s'kam pas asnjëherë arsye pse ta mbyll gojen në aspektin në të gjitha kuptimet. Edhe ashtu si përjetoj gjërat, ashtu e kam thënë dhe kështu duhet të jetë në fakt gocat e gra. Dhe mendoj që ky është paneli i duhur për çdo lloj teme, për të diskutuar me gjithë diapazonin e tyre, të gjitha gocat e gratë. Ideja e një paneli të tillë me gra që vijnë nga formime të ndryshme, por që i bashkon një qëllim, që është ajo tryeza e përbashkët për të ndarë një program argëtues dhe jo vetëm, por për të dhënë dhe mesazhe shumë të forta, ndonjëherë ju vë edhe në, le të themi, në një konkurrencë në thonjza. E ke ndjer, domethënë, me që është puntata e parë, ndjeve pak dje ndonjë presion kështu? Kategorikisht jo, sinqerisht. Për pjesën e të marrit të vëmendjes apo? Kjo prandaj jam ndjer shumë mirë, sepse janë të gjitha profesionista.
Me thënë shumicet përveç përjashtosh Erinën, po dhe ajo është profesioniste në punën e saj dhe kupton shumë mirë në fushën e saj. Po, në fushën e saj dhe kupton shumë mirë, domethënë qëllimin e përbashkët. Nuk jam ndier në asnjë moment dhe thash ku pas kam qenë. Se sa herë kam ndier xhelozim ka ardhur shumë keq, me thënë drejtën. Më vjen keq që njerëzit të vuajnë diçka që s'është fare as për të vujt, as për të. Pra ka ndodhur. Do të thënë protagonizmin tonë dhe kanë vuajtur të tjerët. Po, e kanë vuajtur që s'kan pas fare arsye, sepse nuk ka lidhje, ne jemi shumë të ndryshme. Nuk s'ka se si unë të jem si dikush tjetër. Unë dihet kam shumë vite tani që dal në ekran. Edhe dallohet kur do isha një kopje e dikujt tjetër. Janë gjithmonë përgjigjet e mia, nuk edhe kërkimet që mund të bëj për një personazh të caktuar janë të bazuara në këndvështrimin tim. Pra ti bën edhe gazetare në atë program. Jo, aty ka super gazetar, por në fakt nga një rast që unë jam ndier keq që kishim të ftuar dikë që kishte publikuar albumin dhe unë se kisha dëgjuar albumin. Nga ai moment do ja fala më vetes kurrë që nuk e kisha dëgjuar dhe ishte këngëtar që unë vërtet e doja shumë. Dhe nuk e kuptoja se kisha dëgjuar asnjë këngë të albumit të tij. Dhe nga ai moment i premtova vetes që unë ndjeva e pa përgatitur dhe është shumë e shëmtuar. Dhe kur themi Rudina nuk bën dot sikur, është dhe pikërisht kjo pjesa që sado Sajmira apo Lori mund të bëjnë gati gjërat apo materialet, ti do të kesh ndjesitë tua teksa ke një person aty. Sajmiri dhe Lori bëjnë Lori tani, po këtë sezon më përpara Leda, domethënë kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, se 5 moderatore të fusësh në tru secilës çdo lloj gjëje që kanë bërë ata kërkime një javore, nuk është një gjë e thjeshtë. Jo, nuk është. Sepse secila nga një pyetje po të kenë 5 pyetje, 5 përgjigje, 10 pyetje, 10 përgjigje, kupton, është Ikin minutat. Ne kështu kemi kaluar minutat e para të programit. Do të kemi shumë pak publicitet dhe rikthehemi me Rudinën sepse kemi shumë për të folur sot edhe me shumë dashamirësi ajo do të na përgjigjet siç bën gjithmonë çdo intervistë të saj. Edhe janë përgjithësi bisedat më interesante bëhen publicitet kur nuk jemi live. Dhe po flisnim pikërisht për pjesën e komenteve, sa mund të ndikojnë ato në humorin dhe mirëqenien ton, le të themi. Dhe Rudina e ka deklaruar dhe dëshmuar tashmë që në fakt nuk është nga ata personazhe që i përjeton dhe i vuan se në fakt ke pasur lume patjetër. Pa. Ka qenë një periudhë që kam vuajtur 1-3 ditë në jetën time, vetëm atë mbaj mend, ja kam lejuar më vetes kurrë. Se u poqa emocionalisht e kuptova që ky millet nuk të punë ka. Po, pastaj në momentin që e publike 50 do të duan, 50 të tjerë jo, 40 do të duan, 40 do të urrejnë, 20 nuk ju intereson fare. Janë elektorati gri. Janë elektorat. Domethënë edhe kur kupton këtë ratohesh. Mendon janë mësuar tashmë njerëzit me ty, me sinqeritetin tënd, me humorin tënd, a janë lehtësuar komentet, domethënë si analizon ti, si të duket ty situata? Shiko, çudia më e madhe 3 ditë zgjat, sidomos në Shqipërinë tonë që po normalizojmë çdo lloj gjëje dhe po bëjmë skandaloze gjërat normale. Pra, sot po trumbetohen edhe po duartrokiten dhe kanë klikime njerëz të cilët merren totalisht me punë të jashtëligjshme, apo partnerët e tyre, domethënë janë si diva të adhurueshme të shoqërisë shqiptare dhe njeriu që bën një punë se hedh njëri syt se kjo s'bën, se kjo flet troç. Domethënë nuk duhet të fokusohemi te kjo. Asnjë prej nesh duhet të fokusohet te kjo. Unë fokusohem te njerëzit që më duan, që më dërgojnë akoma video të shkuara kur kam bërë pjesë të humorit apo copë za intervista këto ditë, nuk e di, pjesa humorit ka çarkulluar shumë, kam parë pafund video që çarkullojnë shumë. Algoritmi që Rudina do fillonte goca dhe gra dhe që do vinte në Top Albania Radio na nxjerr të gjitha videot të mundshme të Rudinës. Ka bërë në gjithë të vite. Po pra, është, domethënë, këtu jam shumë e fokusuar. Këto gjëra më pëlqejnë. Pastaj unë e dashuroj punën time. Kushdo vjen. Puna ime është më publik. Edhe në televizion, nëse kanë dëshirë të më shohin, e shohin emisionin. Nëse s'kan dëshirë, nuk e shohin. Nëse duan të vinë teatr, paguajnë biletën dhe vinë. Dhe nuk
si mundet ju kushtoj rëndësi unë atyre që s'më duan, ndërkohë që ata që vinë në teatr më duar trokasin. Unë ju përulem aty. Që ta dini, domethënë. Sinqerisht ju përulem. Domethënë ajo është magji. Teatrin e dim që e ke pasion shumë madh, flasim edhe për teatrin, por me që po flisnim për komentet në rrjet, shkëputëm një mesazh në fakt, unë e kam në screenshot këtu, po pak rëndësi ka. Thelbi i këtij mesazhi ishte: Rudina Dembaca, ne thuaj mikun që ke futur në Top Channel për të qëndruar vetëm ti stoike në goca dhe gra. Sot, madje unë tani mas dite i shkruaj ta Sajmirit, autorit, sepse gjatë gjithë ditës kam pas shumë telefonata, mesazhe, kam takuar të njerëz dhe është hera e parë njerëz që dashurojnë me gjithë panelin, se gjithmonë kanë thënë ti je shumë e mirë, po kjo kështu, po ajo ashtu, ka një po kjo për gjithmonë. Po, ndërsa këtë herë kam marrë komente super pozitive për gjithë panelin, se mua në sy s'para ma thonë që s'të durojmë dot. Që s'je ti gjë, domethënë. Edhe në thonë si ka mundësi që je vetëm ti, po për këtë duhet të pyesim vetëm produksionin, vetëm Top Channel ju betohem. Tashi për miqt edhe nuk tregohen. Do t'i majmë sekret se mundet të... Shiko, Jonida, për gjithë njerëzit që nuk... unë mendoj që puna jonë nuk do funksionon të kur me mik. Patjetër. Sepse nuk po them se unë jam një ku e dini ju kush jam unë, s'është fare kjo, sepse një emision mund të jetë shumë kollaj një cikël, unë mund mos isha që sezonin e dytë, po thjesht është e kanë gjykuar që duhet të jem dhe jam shumë falenderuese sepse është një emision që unë e dashuroj me thënë drejtën. Dhe e ke bërë mirë. Të falenderoj. Nuk mendoj që kam qenë në maksimumin tim dhe jam e bindur që do jem në këtë sezon, sepse të gjitha kolegët kanë një eksperiencë goxha të madhe dhe kjo gjë më ngro. Pse mendon që s'ke qenë më të mirën tënde? Ka qenë arsyeja njerëzve që ke qenë? Jo, është edhe pak çështje e kimie, Lej, se ka fajin askush, ndodhin ca situata pa fajin askujt. Thjesht jo çdo gjë mund të ngjisi. Mund të shkoj vaj. Ashtu siç ngjit me disa persona, sepse ne jemi aq hipokrite sa me qenë të mirë me të gjithë. Domethënë jam e sigurt që dhe unë për disa mund të kem qenë problem komplet pa dashje. Pra, se kam ditë fare që po bëj diçka gabim, por mendoj që eksperjenca e bën këtë gjë, e bën shumë këtë gjë. Eksperjenca në televizion, po edhe në komunikim me njerëzit, duke qenë se ti pas here ke bërë shumë shpesh shfaqje, ke punuar në grup, domethënë nuk ke këtë ndjesinë e protagonizmit dhe të shfaqurit, sepse ke qenë dhe producente në teatr dhe në kinema dhe nuk e pasur rolin kryesor. Jo, ajo është ajo është kulmi, mund të bësh, nuk e di. Për profesionin ton, që unë jam, tash mund ta quaj veten aktore pavarësisht se them gjithkohë që jam autodidakte, është fyese. Sinqerisht unë do fyeja veten nëse do ngrija një produksion të tërë që të isha vetë aktore kryesore. Unë do ngrija një produksion të tërë për kauzën që do kishte ky produksion ose mesazhin, apo qoftë edhe për të shkuar mirë e gjitha. Unë tek filmi nuk kisha si tisha aktore kryesore sepse nuk e meritoja. Edhe pse gjithë bëjnë këtë, edhe janë producentë edhe aktor kryesor, marrin vëmendjen, marrin atë dritën, shkëlqimin. Shqyr, prandaj jemi të ndryshëm. Domethënë ka dash Zoti që jemi shumë të ndryshëm, prandaj është kaq e bukur bota. Ne nuk janë gjitha gjërat i s'do e pranoja këtë. Edhe jam shumë e re për të bërë roli kryesore. Ka akoma kohë, sepse Rudina me sa kuptojmë dhe shohim me gjithë këtë pasion që ka, do të ketë të tjera shfaqje, është edhe të tjerë filma, apo jo? Kemi diçka rrotull dhe në tavë? Tani filmat janë shtuar shumë dhe kjo gjë më gëzon shumë. Janë bërë si podcaste. Por gjë e bukur, Lej, se po rritet kinematografia jonë dhe sa më shumë filma do ketë, aq më shumë aktor të mirë do ketë, aq më shumë regjisor të mirë, producent të mirë. Domethënë përmirësohet tregu duke punuar, se duke ne në shtëpi sado të kesh mbaruar ti me yje me xixa, praktika të përmirëson. Nuk kam akoma si projekt filmi, them drejtën, e mendoj shumë shpesh, po dua të gjej edhe linjën e duhur, skenarin e duhur. Linjën e duhur dhe bashkëpunëtorët e duhur, po. Në teatr?
Në teatr do rikthejmë shfaqjet që kam patur, ndërsa për projekt të ri nuk flas dot akoma, sepse ishte vendimi im që këtë shtator e mora pak më ngadalë se sa zakonisht. Ngadalë në fjalorin e Rodinës, me biznes, me fëmijë, me angazhime, me televizion, me të ftuar. Si arrin ti bësh të gjitha se je edhe një shefe, dhe nuk e di çfarë shefe je ti, a dirigjon me gisht apo je pjesë stafit, pjesë bizneseve, Unë mendoj që mbledhjet e mia janë më shumë kështu takime frymëzuese se sa mbledhje dhe kritika. Kohët e fundit kam filluar u bëj mbledhje me shifra, sepse duhet t'i ul pak me këmbë në tokë, po jo, ka gjithmonë nota humori në mbledhjet e mia. Duhet me pyet ata që punojnë me mua. Edhe maksimumi që kërkoj është korrektësia, se vetë jam shumë korrekte. Nuk vënohem kurrë, jam person Erdhi që rekord e para sot, kështu që më herët e kam fiksim korrektsin, domethënë edhe ndonjëherë që nuk kam qenë korrekte me ta, ju kam kërkuar shumë ndjes, jam kërkuese, sepse mendoj që unë vetë si drejtuese jam person që, si më thënë, gjatë gjithë kohës krijoj. Kur je krijuese, je edhe kërkuese, sepse ka raste që atë që kam unë kokë mezi e shpjegoj dhe i them, më kuptoni, ma lexoni, po ditë them që është shefe shumë e mirë sepse pasqyrohet tek i gjithë stafi, nga mënyra se si ata buzëqeshin dhe të shërbejnë. Do të thotë që Rodina ka lënë një energji të mirë edhe te pjesa e stafit. Faleminderit, mundohem shumë, sinqerisht, të jem të paktën rigoroze, jo shefe me sikur i ka ardhur cikli. Jo njëherë me nerva, njëherë e qeshur, përpiqem që mos jem lunatike. Kur më ka qelluar, kam parë dhe me pjatën e përduar, domethënë ti ndihmon stafin, një pjesë e stafit, je pjesë jo, kur isha në Livad, ndonjë shumë orë në ditë në banak, në fakt, sepse puna atje ishte shumë e paparashikueshme. Ne nuk e dinim që do kishim aq shumë qarkullim dhe nuk e përballonte vetëm banakieri. Im shoqi nxirrte pjatat nga kuzhina, ndërsa unë laja gota diku te 4 orë në ditë pa ul asnjë sekond. E shifja me inacë më dhinte mesi, sepse kishte zgjedh punën më të lehtë, Marko. Se ishte në lëvizje. Por mundohem, të gjitha këto janë, si më thënë, vinë si rrjedhoje jam pak person që funksionoj me skematik, me orare, gjë e më rëndësishme që kam unë janë oraret e gocës, gjumi, ushqimi me vete, këto gjëra. Domethënë në momentin që fillon dita me këto, pastaj janë të përballueshme tjera. I ke të shtruara të tjerat. Kemi pak publicitet sërish dhe do të vjojmë bisedën, do të kalojmë prap të goca dhe gra, se kemi edhe ca pyetje Rudi që ti kemi bërë. Dhe jo vetëm nga pamja që e kam ndryshuar tashmë. Si e kështu si karrot. Vlen të vish se të krefni. Po thoja që është dhe mrena dhe jashtë. Shumë priti. Shu karrot shpirt jam ku pas kam qenë. Kam dalë dritë, më pëlqen shumë. Kur i shoh ato fotot që kam qenë brune me flok gjata, ua, si... A dhe ashtu të shkonin. Si grua e mirë, e urtë. Nuk shkojnë me karakter. Kështu ke dalë vetë? Po, mendoj që kam gjetë veten. Marko, qa thot, i pëlqen kështu? Po qa do thot, Marko, sa bukur thot. Për shtatet. Nuk është se ka një preferencë që do thot, o ktheu brune, o bëmëzësh ka ne. Unë shkova një ditë të restoranti jonë dhe isha me flok të prera dhe karrot. Qa do thoshte? Sa bukur do thoshte se nuk ishte zgjidhje tjetër. Do të dalemi edhe një herë tek goca dhe gra, duke qenë se keni trajtuar tema nga pafund, më të ndryshmet, domethënë nga më sensitivet tek ato më viralet, dhe do doja të pyesja si fillim për temën që të ka mbetur në mendje dhe je përfshirë si drejtuese e atij paneli dhe për një personazh. Jam drejtuese, jemi të gjitha njësoj. Po pra, je drejtuese e panelit. Okay. Pra një nga drejtueset e panelit dhe apo se s'duhet i themi këto se mos kemi keq kuptime. Jo, ashtu e ndjej sinqerisht. Po thoja, si e ke përjetuar ti si drejtuese, domethënë në pozicionin që ti ke. Pra një temë që ka qenë goxha e ndjeshme për ty dhe do doja të dija po ashtu edhe një personazh i cili në fakt nuk të ka lënë ndonjë energji të mirë, ndonjë mbres ose mezi
ndizte në gjatë intervistës. Kështu, domethënë personazh i ngurtë. Tani edhe nuk i kujtoj mirë ose edhe që ty nuk tash për temat që më përfshin shumë, sigurisht janë ato të mëmësisë në raste kur nuk jeton me babain e fëmijës, sepse ato janë gjëra që domethënë mendoj që secilit prej nesh i bëjmë përshtypje ato që ka përjetuar më shumë fort. Dhe unë kam qenë një nën që dhe vazhdoj të jem një nën që jam shumë investuar të ana psikologjike e gocës dhe në çdo temë të tillë përpiqem që të them eksperiencën time të vërtet dhe të mund t'i ndihmoj sa më shumë ato që po më dëgjojnë. Jonida, të betohem në Instagramin tim, shumica e mesazheve janë domethënë janë kërkesë për ndihmë, për një rast divorci, ose për një rast vështirësie familjare, ose për një rast kur gratë apo vajzat ndjehen dhunuara, dhe më beso, unë mund të harxoj nga jeta ime minimalisht 1 orë në ditë, duke u marrë me secilën nga këto zonja apo zonjusha. Vajzat sot po përjetojnë, domethënë edhe bota e rrjeteve sociale, duan të jenë në atë perfeksionin që ofron sot media sociale, por ndërkohë që nuk është as pak. Po nuk është vetëm mundësia, shpirt, nuk është as pak e vërtet ajo. Nuk është se jeta e tyre është kaq me lule dhe kaq. Po ato nuk e din këtë, ato mendojnë thjesht si duket që unë nuk i kam mundësitë që të bëj këtë. Nuk i kam mundësitë apo partneri ju duket se i anashkalon, domethënë nuk ju jep vëmendje, po. Gjatë gjithë kohës, mesazhet më të shumta unë i kam me këtë lloj teme. Domethënë dhe jam shumë falenderuese që më shohin si frymëzim. Nuk e di ç'kam bërë për të qenë frymëzim i tyre, vetëm se përpiqem jashtëzakonisht shumë që t'i ndihmoj. Kam sugjeruar psikologe, avokate, apo kam sugjeruar punë, kam sugjeruar kurse të ndryshme. Kam ndihmuar edhe për stilin e jetesës pak, sepse njeriu kur vet ndjehet pak i demoralizuar, është shumë e vështirë që ta nisësh dhe ndonjëherë më shumë të bën vend fjala e një njeriu që se njeh, njeriu të panjohur, se sa ata familjarë që ta thonë për ditë. Jo vetëm që ta thonë për ditë, po ka edhe familjarë, dhe kemi dëgjuar raste që thonë e ke ti fajin, duro, nuk funksionon kështu, shpoton martesësh. Ka patur shumë raste të tilla që vajzat kanë frikë të thonë prindërve që duan të divorcohen, edhe domethënë duke qenë tek në këto ujëra personalisht me vajzat dhe gratë që më shkruajnë, përpiqem të jap maksimumin te këto tema, sepse janë plagë shumë e madhe shoqërisë tonë. Edhe unë mendoj që sa më shumë të flasim për këto tema, që më shumë do zhvillohen ato vajzat që janë tek fshati im i fëmirisë, te fshati xhaxhait tim ku kam patur gjithmonë familjen atje, tek ndoshta edhe më thellë atje ku kam origjinën. Pra janë zhvilluar shumë, po mendoj që kemi dhe ne indikim. Dhe nëse japim gjithmonë mesazhe të qarta, nëse flasim vërtet sinqerisht, do i ndihmojmë gjitha këto. Se Adelina Ismaili, që është një diva e vërtet, kishte super panel dje me qëra fjala. Po, tha mbrëm që jemi më mirë se kurrë, po është fal të gjitha sakrificave që kanë bërë të gjitha gratë, jo vetëm publiket. Shumë sakrifica kanë bërë edhe gratë e administratave, edhe sepse ka akoma persona, ka akoma gra që shkojnë në punë me syrin e nxirr. Edhe kjo gjë është e tmerrshme. Prandaj unë dua të përfshihem sa më shumë, të jem shumë e vërtetë, të shoh nëpërmjet kamerës, të shoh në sy këto vajza dhe gra dhe të jap atë çka mundem, çka mund të bëj unë, pavarësisht se do doja të bëja më shumë. E sigurt është që ke bërë, por do doja vërtet bëja më shumë. Rudi është nga ata personazhe që nuk i bërtet gjërat e mira që bën, edhe ndoshta kjo të bën edhe më njerëzore ndoshta. Po për ata që të ndjekin, sepse ata që të shkruajnë dhe ti u jep zgjidhje e din se çfarë bën ti. Po mundohem dhe nuk është një gjë që nuk do heq dorë kurrë nuk do heq dorë. Madje un kam shumë kontakte dhe të mjekëve që
i sugjeroj, i marr në telefon dhe për çdo ndjekse i them po të vjen një kushërira ime. Sepse është bërë Dina me 100 kushëri. Po, sepse dua vërtet që të jenë të ndihmuar dhe ndihem më të mbrojtura ndoshta sepse ka shumë, ne dim shumë mirë ç'a ndodh. Se sigurisht që nuk është e thjeshtë jetosh në Shqipëri, gratë kanë qenë gjithmonë të shtypura. Pastaj edhe ana ekonomike është kryesorja, cila nga vajzat shqiptare nuk doja dilte vetëm nëse do kishte pavarësi ekonomike. Po ajo pavarësia ekonomike vjen në bazë të një shkollimi ose nëse prindi i pari e lejon të punojë lirshëm. Pra, kemi shumë problematika si shoqëri dhe ku ta gjesh ti japësh një kontribut. Nga kjo gjë nuk do heq dorë kurrë. Tani ku ngelëm lerit e iftuari. Tani iftuari më i sikleqëm dhe iftuari më pa korrekt, që ka ardhur me vonesë, që nuk ka respektuar orarin. Ju ka bërë të ndjeni ndoshta edhe më mirë, pra që ka qenë shumë i lirshëm dhe keni kaluar. Tani iftuari Moza Ahmeti më vuri në siklet me atë përgjigjen që i dha Eglës. Unë ndiva shumë në siklet, pavarësisht se thell edhe më vinte për qeshur. Sepse e di pse vinte për qeshur, sepse deri në atë moment ne kishim bindjen që realisht ishin librat për ne. Dhe unë nuk e pash një gabim të Eglës, absolutisht, por Moza më vjen për qeshur se është Moza është e papar për ta përqap. Do të thënë ajo e vjedh këtë momentin, edhe dita bëj shumë mirë këtë gjë, po ishte një siklet që kalova, pastaj të tjerë nuk më kujtohen. Më kujtohet edhe Taulant Balla që bëri si shkathet. Nuk e maj me për çfarë bëri si shkathet dhe më vinte si thosha mama. Po është i këndshëm dhe e kalova. Ashtu më vinte si thoja, po realisht është i këndshëm, pozitiv, domethënë shkoi mirë biseda, po ishte vetëm një moment që tani më kujtua. Ti të shkon edhe ta thuash mama. Po s'doja ta vija pastaj në ciklet, se do më përgjigje, unë do i përgjigje kur s'maron kur të betohem. E më the dhe të thash. Dhe unë isha në shtëpi time, duhet unë t'i thoja stop, se ishte ai i ftuari. Unë isha në shtëpi, isha mik pritësja. Ne malsorët e kemi në shtëpi tonë, nuk bim qafë. Sa dali? Ta dali një ting. Kurse të ftuar që ka shkuar mirë, ditë të them për shembull Enca, unë nuk e njihja fare Encën si personazh, kisha parë këngët, më dukej shumë ekzibicioniste, më dukej kishte krijuar një ide duke u nisur nga videoklipet apo rrjetet sociale. Dhe thoja, kjo është një këngëtare që ka kap këtë stilin dhe e ka shumë mirë këtë stilin, por nuk e dija që ishte aq e zgjuar. Edhe kishte një vibe aq pozitiv. Sara Hoxha që kishim brëm, se tani edhe nuk më kujtohen, kemi patur shumë të ftuar. Pastaj në 3 sezone që jeti zemra ime. O zoti masi më çdo javë. Tani se e përmendi Lei pak që çdo vit për shembull arbri të Big Brotherit, se dështash që e panin se na është bërë arbri te kjo treshja jon, i thonë Arbër Hajdari, do jesh në Big Brother? Jo, thot ai, dhe është, domethënë. Kështu që vitin tjetër, nëse Rudi thot nuk jam, mos e çuditni që do të jetë. Në fakt është një program që të rri, edhe unë mendoj që një program që ty të bën të ndihesh mirë, jo vetëm ty, po cilin do që e prezanton në ekran, e tregon me anë të mënyrës së të shprehurit, të ndjerit, se si po e përjeton atë eksperiencë. Po kalon, kështu që në këto 3 sezone unë mendoj që është diçka që ti e do. Edhe e dëshmon nëpërmjet ekranit. E dua vërtet shumë sepse të jep është një nga programet që të jep shumë mundësi për të qenë ke të gjithë mundësinë e botës të jesh vetja. Ke një dritare në një super televizion kombëtar që ti mund të jesh vetja dhe mund të thuash aty çfarë do ti që të ngelet në mendjen e njerëzve, se në fund të fundit ne bëjmë televizion për publikun, se tjetë për mamin tonë na shef mamin shtëpi. I çon një video nga kuzhina ku bën si gocë që gatuan. Dhe unë gatuaj shumë në fakt, po se nuk jam fare stili të bëj video, nuk më thënë, mendoj që e ngatroj shumë pastaj po të postosh gatime. Jo, se kam dëshirë të postoj gatime, sepse unë është një gjë e përditshme që e bëj me shumë dëshirë, po nuk është se jam shumë e fokusuar që ta bësh blogere.
Jo, asnjëherë. Blogerës e bëj dot sepse janë shumë punonjës në restorant me të cilët duhet komunikoj. Për të bërë këtë gjën. Tani si isha kurioze, mos ikim shumë larg nga Gocat e Grasë, doja një opinion të Rudinës. Po ta mbaroj lei këtë, do kemi edhe pak publicitet dhe pastaj do të kthehemi edhe një herë në studio. Jepi. Okej, duke qenë që ishte dhe çuna dhe burra dhe Gocat e Gra. Kush janë më thashë të me gjinë sipas teje? Kush bën më shumë thashë theme? Kush janë më të rrezikshëm në këtë fushë? Se di, mendoj që burrat flasin më shumë. Po sepse dikur ata kanë patur të ndaluar. Siç ne kemi patur të ndaluar fare. Të zhvillohemi dhe ne po zhvillohemi nga që ne kemi qenë ndaluar dikur. Edhe vdesin njerëzit pastaj kur e lirojnë. Janë më të rrezikshëm, Tash janë bërë më të rrezikshëm burrat. Edhe çunat, po. Tash burrat dhe çunat po kthehet rrota historisë, po kërkojnë goca dhe gra me lek. Që këtu ka ndryshuar roli, domethënë. Po. Interesante. Çunat janë. Po, pëlqeu paneli dje. Shumë pëlqeu, me kafare me atë Manushin. Pëlqeu shumë. Manushin, Blendi është një nga moderatorët e mi të preferuar. Sinani. Nardoga që është Nardoga dhe pik. Nardi më ka shkruar me atë Barsaletën. Po. Nuk e di, vetëm nga Nard Ndoka nuk prisja atë Barsalet. Ku dhëm vi shkon gjua tha Ema. Për atë Barsalet. Nëse çunat shumë të këndshëm, po nuk e di, ishte një test, ata e kuptuan që si u shkon fare si emision, prandaj ikën me vrap. Janë për atë punë. Nuk janë. Ata thjesht i paraprin gocave fantastike që do t'ju shoqërojnë këtë sezon në Goca dhe Gra, një program i cili flet shumë dhe në të njëjtën kohë jep mesazhe të forta, do të ketë ftuar shumë interesant, besoj. Ne nuk do zbulojmë se çfarë do ndodhi, keni nisur shumë bukur me dy personazhe shumë interesant. Për shembull Sara kishte shumë kohë pa dhënë intervista, Adelina do të vi me një koncert madhështor. Dhe ky ishte një lajm fantastik për gjithë fansat. Po, mezi po pres të shkoj tash. Domethënë Adelina është Adelina dhe do të jetë gjithmonë, pavarësisht të gjitha dekadave, su bën 4 dekada tashmë, do festonte 40 vjetorin që kanë ardhur mbrapa dhe janë, domethënë ka qenë frymëzim Adelina, kështu që personazhet dje ishin shumë të mirë, këmba ishte e mbar. Ty të ka pëlqyer paneli, tërthorazi ne kuptuam që ky është paneli yt i preferuar. Jo, unë nga Goca dhe Gra. Ose këdo ndroje, tani me që jemi këtu. Këdo ndroje nga panelet e kaluara për të bërë një mix, një kombinim. Tani them drejtën, nga Goca dhe Gra kanë bërë shumë ikesha të mira. Po, Heidi Gjildën, kam Eglën, që Egla, unë me Eglën si është afare dhe thoja do kem unë kimi, se ke parasysh edhe opinioni Big Brother që s'ka lidhje fare me Eglën në punë në fakt. Ja kërkoja sytë Eglës, se ndjesha në shtëpi me sytë Eglës dhe merreshin vesh me sy, kishim shumë kimi realisht. Nuk e di këdo ndroja, nga ky panel s'do ndroja askënd, sepse tani jam shumë komode dhe mua më pëlqejnë gjithmonë sfidat e reja. Jo që kjo nuk është sfidë, është një super eksperiencë. Po jeta është e gjatë, domethënë unë vazhdoj të kemi kesha, nuk do doja të ishin gjithë secila prej tyre, jo të gjitha, kuptohet, sepse them drejtën, ka goca që s'kan pas pikimie me to. Edhe nuk do doja jo vetëm të punoja me to, por që edhe kur ju thuhet emri disa përtoj, do të jap komente, përtoj shumë sinqerisht. Nuk un kam vënë një rregull në jetën time goca. Ua sugjeroj edhe juve. Na jep ca këshilla. Çdo njeri mendoj unë që të jep energji negative, nuk duhet zënë në gojë, sepse duke e përmendur, më duket se ime motor më tha, ai ishte Dalai Lamës, ai ishte Feng Shuit, nuk e mbaj mend, por që ma dërgoi këtë dhe un kam një të mirë, po më thej një gjë e ke të sigurt. Domethënë po ma fikson dhe ruan. Motra sidomos. Burimi sigurt. E kam shumë e ruaj dhe e zbatoj direkt. Dhe më ka rezultuar shumë gjë e mirë. Nëse dikush të jep energji negative, më mjafton mos të flasësh kurrë për të. Dhe jeta pastrohet edhe energjia e tij pastrohet. Edhe energjia, domethënë, nga mendimet e tua. Vazhdon jeta shumë e bukur. Rudi, shumë faleminderit që ishe këtu. Je stoikja e
paneleve në Goca dhe Gra. Unë të uroj me gjithë zemër që për aq kohë sa ti e shijon, e pëlqen dhe dashuron, të bësh gjithmonë gjërat që ti do dhe ndihesh mirë. Si në teatr, si te Goca dhe Gra, si në filma, është edhe Goca e Rudit aty dhe nuk duam të mbaj më gjatë sepse edhe ajo ka orarët e veta. Me që doli moda në parlament. Edhe ti e ke, të vogël e ke, mund ta kesh edhe në studio, domethënë je akoma që mund ta mbash në prerë dhe në gjirë. Shumë faleminderit Rudi, shumë suksese. Faleminderit Goca, çdo gjë që bën. Mira. Edhe do të shohim të martën tjetër. Ju mirëpres, domethënë uroj që ju të më mirëprisni nëpër shtëpi. Në prit gjithmonë në çdo dalje tënde. Do të shkëputemi tani, do të informoheni me edicionin e lajmeve të orës 19 dhe ne do të rikthehemi në këtë studio me Nikon dhe Antonin, sepse edhe ne kemi çuna dhe gra në këtë studio. Të Top Albania Radio studio është çuna dhe gra. Drejt për drejt nga Top Albania Radio. Përshëndetje. Mirë se vini çuna. Si e kaloni? Përshëndetje motra. Jeni i veshur shumë për dimër, nuk ka ardhur dimri akoma. Ne të dyja. Ne të dyja. Po pra. Ju kështu vini për të bler bukën, besoj. Me buzë të kuqe, me xixa me gjëra. Juve shumë ftohtë po ju shoh. Unë erdha brenda tematikës, jo back to school, back to work. Zot, Po ti çfarë me atë hudin? Apo je njëri ftohtaman kështu? Unë nisa në punë sot, edhe ishte ora 6 e mëngjesit. Okej. Isha unë dhe pastruesit që po pastronin rrugën. Njeri desh më dha një fshes. I thash vëlla jam për punë, i thash, po punë është dhe kjo, më tha mua. Jepi, më ndihmo. Edhe ishte ftohtë goxha. Ishte ftohtë që në mëngjes, ë? Kurse ne të dyja kemi sebepe. Jemi kaliente kështu. Po unë afër me këtë lejë. Fillove ti. O Leila, çfarë i bën çunave në këtë studio moj? Si tha njëra në përputhen sot, çdo çun që del me mua dashurohet. Ashtu Leila. Po jo, nuk është rasti im, kështu që çdo çun që vjen në këtë studio pëlqen Leil. Po të bëni një, si shkua? Mirë, si shkoi java? Anton çfarë të than? Shokët dëshojnë. Më përgëzuan. Ishte mirë domethënë apo nuk të njohin ashtu si ishte në këtë studio? Jo, ishte mirë, mami më shau, tha po ti çka ato fjalë që përdor. Pse mami nuk i ka parë stand-upet e tua? Mundohem unë i bëj blok nga të katra. Që të mos i shoh. E di kush është e forta që ka mësuar hap akkaunte të reja dhe i gjen prapë. Edhe të gjen sërish. Mirë se vini edhe në këtë të mërkur Niko Komani dhe Anton Bello. Është kënaqësia jon, besoj apo. Nga dy fusha të ndryshme, por që na bashkon ironia dhe humori në këtë studio. Keni parë lajme, gjëra, viralitet këtë javë, çfarë ka për përshtypje, sepse prandaj jemi në këtë pjesë të dytë të programit. Për të diskutuar se çfarë ndodh gjatë javës edhe për t'i komentuar në mënyrën tonë. Po, para se të fillojmë me thashë theme. A mund ta komentojmë këtë logon e emisionit do Blak se doja ta komentoja herën e kaluar edhe. Është zemër, një fokus. Ajo është, ku është zemra, se unë se gjej do. Është mund në mes. Mund në mes. Po me dy gishta si e ti ashtu ajo zemra prishet. Është fiks. Fiqet. Po prishet nuk është një fjalë e keqe. Okej, po më thuaj pak si e kupton. Se për ne për shembull ne përkthejmë dashuri. Ju e përkthej, unë e përkthej perfeksion. Unë e përkthej kam bërë një stand-up për këtë në fakt, mund ta them jam që jam. Më fal, unë e përkthej si mochi me raspberry. Bravo Niko, që sheh për te. Mochi me çfarë? Për te abstraksionit edhe iluzionit optik që mund të jap një pamje. Mochi me raspberry. Kafe ekspres kam provuar maksimumi. Përveç mochit, stand-upi ku bazohej, domethënë? Ishte te kjo pjesa e dashurisë. Po, dashuri thon, nuk e di. Nëse ishte kjo pjesa që unë për shembull femrën e konsideroj që një të shenjtë. Dhe bën shumë mirë Anton.
mbi të gjitha se është perfeksion, e kupton, është dhe ju femrat ju kujtoni se ne nuk duam t'ju kënaqim, ne duam, po është e vështirë. Është shumë, e di çfarë lloj presioni ndjejmë ne kur jemi duke shkuar për të dhënë me gjumit, është njësoj si futbollistat që dalin në fushë, e kupton? Ama se nuk e përjetoni aq keq tani. Shkoni, nuk ju funksionon më truri, gjëja tjetër funksionon. Nëse funksionon Nuk është se analizoni kaq shumë. Leila. Si fol për ata të tjerë ti. Është si ata futbollistat që dalin në fushë dhe kanë atë presionin, do loz mirë, se pos loza mirë do më zëvendësoj pastaj, e kupton? Po, siklet është. Ose karton kuq të zhduken fare. Do të thënë flamur të kuq. E kupton çfarë di? Ideja nuk është vetëm të vësh gol. Jo, ideja është të bësh një performancë të mirë. Një driblim, Niko. Të dribloj deri te porta. Një padjeshk. Më pëlqen mënyra se si e sheh, domethënë, frymzuar nga logoja e këtij programi, dalim në të tilla konkluzione. Domethënë që efekti u krye dhe ky ishte emisioni i logos ton. Por kësaj jave në fakt ka ndodhur gjëra dhe ka ndodhur pafund. Është diskutuar shumë në panele televizive, në Instagram, dhe nuk doja të ndalesha shumë te kjo pjesa e asaj që pam gjatë një funerali edhe celularet e ngritur, por kalojmë tek të tjera gjëra që kanë ndodhur në studio televizive, domethënë. Hajde ta ndjekim. Po. Kemi pak një pyetje gjenerale, kush është presidenti i Republikës së Shqipërisë? Ilir Meta, që është në Burg. Vazhdoj me Fredin. Shën si ka, ajo ka ngella ty kej. Cako, ja, Manushi, I love him. Më pëlqen shumë Manushi që mundohet domethënë dhe del nga situata, por në fakt me qira fjala kush është presidenti? Bujar Çamili për mua gjithmonë. E di që emri ti fillon me një B, po e harroj emrin se ka presidenti i Shqipërisë, që nuk është vetëm Rizarta, duke bërë gati. Nuk e di kush është presidenti. Bajram Begraj është presidenti. Okej, aty rrugës, më mirë. BB-ja, po. Aha. O zoti më. Por ti është gjithmonë bujari, madje edhe dasmën tënde do jetë presidenti. Bujari, po. Kështu bujari Çamili, you are my president. Në dasmën tënde. Bujari është ai që këndon tu mankuqe më belholl. Po, fiks. Domethënë, këtej nga zona e jugut e mbulon. Mos na fy. Mos ja prek Shkodrën Leilës. Tani videoja për te shakave, se normalisht do ta komentonim në studio, duke i futur edhe pak nota humori. Mendoj që është bërë virale për faktin që në atë panel diskutohet goxha gjatë për pjesën e politikës, edhe më the të thash, por duke qenë se Rizarta vjen nga një tjetër fushë që është atëherë mos prano të vesh në panel. Influencimi. Ama se e ka bërë Është një influencer, është një ndër top influencerat që ka Shqipëria. Ose nifja, nëse, më fal. Niko Hafizit. Pyetja është me vërtet. Niko Fondoni ekzistoi? Pyetja që shtrohet në këtë debat të çunave dhe grave të këtij programi. A duhet t'i njohim presidentërin tan që na udhëheqin, sepse po të shohësh intervista në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po marr shkas nga Leila që kemi këtu dhe ka jetuar dhe është lindur në Amerikë, nuk është se të gjithë kanë informacion për çfarë ndodh po rreth, domethënë. Edhe aty është shumë normale që të mos dish gjëra, sidomos çfarë ndodh në Europë. Mund të ketë qenë brenda Big Brotherit kur është zëvendësuar edhe. Kur është ndruar. Po jo, burr. Jo. Në Amerikë është po ti ku ishe me që nuk e di. Lila, po ti ku ishe që nuk e di as ti? Nuk e di zemër ku jam kur, kështu që nuk e di pse jam out. S'ka mësuar ndonjëherë president për ndonjë pritje? Tani do më ftojnë se Ytat si e ka emrin? Pse do t'i kërkosh dorën? Po pak po djesh si të munduesh ti tash. Situata. Undez. Nga kjo studio vjen një thirrje, një mesazh. Zoti Orhan. Ju nuk e shikoni, po e ngacmoj me këmbë poshtë tavolinës. Ka kamera në fakt. Sa kamera kanë këtu? Ka edhe një përballë.
Më shumë se në Big Brother ka gjata këtu. këmbët ky Antoni. Ju kam të gjata, po dhe kjo nuk I gjete do çizme më të shkurtra. Se nuk ta jep përshtypjen. Kemi kemi publicitet dhe do të rikthehemi sërish me të tjera komente, do ta vazhdojmë edhe pak këtë bisedën, domethënë a duhet t'i njohim pra udhëheqësit tan dhe do vazhdojmë me pyetje nga politika. Bëri gati një tjetër video tonë, duke qenë se katërshja Jo jon. Leila, Niko e bëri. Ti e dorëzove materialin. Të katërt kemi bërë një video që do ta shihni pas pak në Instagramin e Top Albania Radios, po edhe në tonin, kështu që deri në fund të kësaj pjese ne do të vazhdojmë me këto komente tona dhe lam tek pyetja. A duhet t'i njohim dhe t'i dim udhëheqësit tan, pra Presidentët tan. Tani për kulturë, po duhet. Disa. Po mi zemra, po duhet, po ti nuk arrin dot, unë personalisht nuk arrin dot të memorizoj dikë, sepse diçka do ndodhi, do shkoj spaku, do zëvendësohet për 1 muaj, 2-3 muaj, ku do të jon. Nuk arrin dot të memorizoj dot të gjithë. Këtej nga presidenca s'ka ndodhur gjë, me thënë drejtën. In general, flas për politikën. Për disa kohë është Barami. Ka ca kohë. Që do të thotë që s'ke I mban mend presidentët se janë kukulla, nuk vendosin asgjë. Sipas teje, çfarë duhet të dim nga kjo udhëheqje? Nga kjo, Kë duhet të njohim më eksaktësisht? The one and only Edi Rama. Rama. Rama edhe 2 gishta sipër. Ndaj mendjen ti goc. Tash një. Okej. Po Ramën po, e njohim. Tani mësuat edhe presidentin? Po. Do njohim edhe Si quajnë le? Bujar Çamili. Bajrami. Kryetari I parlamentit është? E kam pasur dhe në shfaqje Niko Peleshin. Okej, se po ju testoj, po nuk I keni ndjekur zhvillimet politike së fundmi. Më pyet për dallavere, për copa, për gjëra. Atëherë, le të ndalemi tek dallaveret e parlamentit. Te vallet e parlamentit. Te vallet. Me që do të dallaveri, domethënë. Pra ti nuk ke njohuri personale me asnjë nga politikanët, asnjëra nuk e veshur për asnjë kopertinë. Elisa Spiropali. Jo, se kam veshur, jo, s'ka rastisur. E disa po shpresoj apo jo? Jo, kam dashur shumë një moment të vishja Grida Dumën, po thjesht ajo kopertinë nuk u bë. Dhe kishim ideuar, ishim madje kam thënë në një intervistë Top Albania Radios, nuk e mbaj mend. Paradite ka qenë se mbaj mend që do doja ta shifja me wet look edhe me gjëra lëkure, domethënë do doja kam tjetër stil nga që më mësuar të shohim në ekran. Fort, sigurisht, po një tjetër pak më Femme fatal vite 2000 ala Matrix. Do doja shumë. Pse s'u bë kjo kopertina Sejnat? Mund ta riprojektoni. Mund ta po. Të lutem fol me Gridën, të lutem fol me Ti Anton si ke marrëdhëniet me politikën, domethënë je shumë I përfshirë apo nuk? Jam disi I përfshirë. Jam disi I përfshirë, po politika më çan tik. Okej. Se po duhet sepse unë bëj komedi dhe unë duke bërë komedi duhet jem ai që është çik rebele. Që të merr kohën për të shkruar një material si opozitar. Gjithmonë duke I rënë pushtetit. Më falni, Edi Rama s'kam gjë me ty. Nuk kam asgjë me ty. Në personalisht, domethënë, po që duhet. Dje tek ndryshe, po diskutonte Elona me Salsanon se cili është sipas tyre politikani më seksi I parlamentit. Kemi ne një kështu mendim? Po Belinda është seksi. She's sexy. Keni unë ndonjë preferuar? Belinda në shikim më frikson shumë o plak. Më duket sikur ka kamzhik. me veshjet e kopertinës Gridës. Mendo edhe. Do ishte bukur në kopertinë. Unë them se ka një shumë nur ka ai që I ngatruan emrin që ja than emrin tërmet, si ka emrin ai Tomor Alizoti. Është ka një elokuencë, është I zgjuar. Domethënë Niko që është I habitur fare sepse janë emra që jo don. Ditën e parë të parlamentit I than betohesh zoti Tërmet Alizoti dhe tha unë betohem, po Tomor tha jo Tërmet. E shikon që ka I updateuar ky rrinë. Po gjërat kryesore e rëndësishme është I dim. Pra, do të kalojmë tek një tjetër moment interesant dhe do të jemi kam përshtypjen sërish të politika, por kësaj radhe një tjetër personazh. Më thua një emër që mendon që është shumë I mirë I PD-s. Kaq shumë sa nuk ishte nevojë për këtë. Kaq shumë thaj? Të gjithë qeshën.
Është sa bërë për të qesh. Pra, po duhet të qeshësh. Wow. Ka shumë. Pra na thuaj kush është më nami I zi më I mirit po doja ka shumë, po. Po nuk të them dot një, po ka shumë. Se s'ka, domethënë. Ishte ideja. Metit është po shumë ai shumë për mua. Domethënë situata të tilla në një panel që supozohet të jetë serioz, më çoi në një studim I cili po e lexoja së fundmi edhe më pëlqeu shumë. Thoshte se njerëzit që I kape qeshura në situata të sikletshme ose kur duhet të jenë serioz, kanë nivel të lartë inteligjence. Pra çuna nuk shkojnë fare. Pra ti që nge super saiyan. Në këtë tryezën tonë, domethënë, je shumë lart. Sepse është mënyra ime për të bërë kopë me vuajtje. Që qesh. Okej. Mua më ka thënë një shoqe, më ka thënë dia duhet ta them. Nëse burri im do paralizoj, sa kohë do të duhet për të tallur me atë gjë? I thashun që atë ditë. Sa të më thoje që është paralizuar, do të thoja direkt nuk po ju ecën muhabeti, ja. Do ndajeni, do me thënë me pak fjalë. Nuk po ju ecën? Nuk po ju ecën. U trashëm tani na e bëlla zemra se kemi gjithë ditën. Ti ke dalë që në mëngjes, po ne që kemi më të lodhur. Për shkak tek për ditën e sotme, domethënë se nuk e bani më shumë peshë me shpatulla. Jemi ne gocat që jeni më të forta. I vuajmë për të dy gjinit. Ti Leila për shembull si ke marrëdhëniet, për shembull të ka ndodhur ndonjëherë që të qeshësh në situata të sikletshme në rastin konkret, po flitet për politikë për figura. Unë gjithmonë qesh në momente sikletshme, se nuk di të menaxhoj emocionet. Për figura nga Partia Demokratike, dhe pastaj I kapi gazi dhe nuk daleshin më. Në momente të sikletshme unë gjithmonë qesh, nuk di të përballoj një situatë serioze. Hajde propozoj këtë. Ose të qeshje për shembull në një propozim për marrëdhënie nga kush. Varet nga kush. Jeme atë që ti e do. Ai të ka çuar në Paris, ka paguar sa është bileta për Paris? 70 euro me Wizz Air. Jeni si ka mendimi. Ashtu. Je atje përballë kullës. Ai ka marrë një kuartet me meksikan që po luajnë aty për qefin e tyre. Meksikanët në Paris, domethënë një përshkrim shumë interesant, po, si logoja jon. Edhe unë në gjunj të hap unazën edhe është. A do të qeshja dhe do të qaja? Zoti i madh. Po, nëse ashtu është situata. Stoike. Ç'ka, do të marrësh me mua? Jo, po do qeshja edhe të qaja. Domethënë janë dy emocionet. Janë dy emocionet. Nuk është si jam duke ka ndodhur. Që të qesh po, edhe në funeral më ka ndodhur se ndonjëherë më duket pak. Po, edhe mua më ka ndodhur. Mua më ka ndodhur fakt edhe tek babai dhe tek mamaja I babit tim kur ndruan jetë. Gjyshtë më të fare, po doja t'i ndaja nga cila anë, se të tjerët I kam akoma. Nuk më duk shumë tragjikokomike, kam qenë dhe I vogël dhe okay, atyre I dukeshe normale që unë qesha se s'kuptoje, po unë kuptoja shumë që ndodhte thjesht më duke shumë absurde që qanin e bënin se unë vazhdoj me atë idenë që okay, it's over. Mund të qash, po jo aq shumë. Dhe në sytë e mi më dukej në kështu situata që është unë Jonida, nuk në situatat më të dhe në situata që duhet qesh unë rri si nuk kuptoj mbase batutën. Tani nga ky studimi që pash më duk shumë interesant fakti, mua më ka ndodhur disa herë në fakt që se të kape qeshura në varrim dhe është shumë okay, nuk është ndonjë tragjedi e madhe, madje thuhet që njerëzit të cilët në varrimin e tyre mund të bëjnë të tjerë të qeshin, kanë lënë një energji të mirë pas vetes, pra ky është shpjegimi. Pra njerëzit që po largohen nga kjo jetë dhe të tjerët që po e përcjellin për mbanesën e fundit, ndoshta I kape qeshura, personi që ka ndruar jetë ka lënë një energji shumë të mirë dhe ka qenë një njerëz shumë I mirë. Me ty o plak dhe qesh kemi të gjithë. Tani po ndaj një batut. Po ndaj një batut që Rozana Radi ka bërë në nuk e dia do ta them këtë, por po e them që më kanë thënë më mbrapa në varrimin e Timeti. Domethënë pasi ndodhi e gjithë ceremonia, afrohen këta personat që janë atje tek varrezat për të kërkuar para edhe bëjnë këto urimet e rastit edhe për të ofruar, jo kërkuar para. Për të kërkuar. Njerëzit vinë në varreza dhe thonë më fal,
njerëzit. Okej. Mirë. Dhe shkon dikush te Rozi dhe i thot, më jep më fal ndonjë lek të roj mami, babi dhe gjithë çfarë ke për zemër, këto urimet e rastit. Dhe Rozi i thot, shumë faleminderit për urimin, mamin e kam këtu dhe babin e kam atje. Dhe pas e batute kishte plasur domethënë e qeshura dhe e gjithë pjesa tjetër pastaj është nuk e di, do të shumë mekanike mendoj. Është shumë natyrale. Madje kur ma thanë dhe mua më mbrapa, domethënë që po ma tregonin sigurisht që qesha dhe unë, po kishte qenë situatë më komike, pavarësisht se unë nuk mund ta interpretoj si vetë Rozana, sepse është sidomos për faktin se ty sa të kishte vdekur babi, kështu që po, në fakt edhe kam qeshur atë ditë sepse më kujtoheshin vetëm gjëra të bukura nga i mat, kështu që mendoj që në rast të dhimbjesh kur ti e merr dhe e sheh pak më ndryshe situatën dhe kujton gjëra më të bukura, mundet që në një moment të caktuar të ndihmoj që të mos jesh aq në kob me veten edhe me gjithë ato që të ka ndodhur. Kështu e konceptoj. Është muhabet shumë i gjatë, por pas këtij studimi kuptova që kemi shumë inteligjencë. Është muhabet shumë i gjatë, po mendoj se njerëzit disa herë lëm veten atë mërzitjen, atë nuk duan të dalin. Mund të dalin, të gjithë janë, të kuptojë diçka. Dhe prandaj dhe unë jam si puna jote akoma që qesh se mundojmë të heq situatat me gjëra të bukura. Po ti kujtosh njerëzit që janë larguar nga kjo jetë me momentet e tyre më të bukura. Dhe kjo na shërben shumë. Përveç asaj, kjo pjesa e mërzia, depresioni, këtë janë është bërë çik mod. Njerëzit e thonë edhe pse ne jemi demode. Jemi shumë demode. Kemi pak publicitet dhe rikthehemi në studio. Kemi një Ronaldo në jetën tonë që hap debate dhe ti ridiskutojmë ne të mërkurën. Ronaldo ditë për ditë, domethënë zgjohem dhe plas në gjë. Domethënë telenovela në Live from Tirana vazhdon. Është rihapur një tjetër debat, e ftuar para pak ditësh ishte Shqipja në studion e Top Albania Radios, e cila bëri një deklaratë në lidhje me Parashivisi Makun. Vjen një përgjigje. Shqipja do bëhet gati për në gjyq. Pra do ndiqet apo është thjesht e thënë kështu, do ta hedh në gjyq. Jo, e ka thënë Elton Iliriani dhe do ta ndjek seriozisht këtë çështje sepse në Shqipëri sigurisht që ka ligje për shpifjen, edhe ka ligje për prishjen e imazhit, edhe do ta ndjeki në SPA. Jo, mund ta ndjeki në gjykat. Thjesht bëhet kallëzim penal. Nuk mund të jetë thjesht, nuk po bëj asnjë. Në të vërtetë, nuk mund të jetë thjesht muhabet tavoline. Kafeje nuk ishte se ishe në radio. Pra u dëgjova shumë, po nuk mund të jetë thjesht një fjalë apo një Po pra ku shkoi drejt e fjalës në këtë. Edhe ajo po thoshte është një gjë që e kam dëgjuar kur ishte në Amerikë. Se unë zuasa përmend domethënë të fjalë se. Po. Asun nuk kam qejf ta përmend sepse ishte e rënd si tash e them, po thjesht e kam dëgjuar kështu thonin në Amerikë. Sa liberishëm duhet të kishin futur brenda 100 herë. Po mirë, sa gjëra dëgjojmë ne vërdall dhe si themi apo absolutisht duhet filtr. Nuk ishte e rënd deklarata. I love Shqipërinë. Sa gjëra mban ky bark. Një zot e di. Përveç bukës se e pa ngrënë. Nuk i themi. Po, sot jam të pa ngrënë. Sa thashë themi dërgojmë në grup chat jon, por nuk i themi të gjitha. Nuk i themi publikisht. Po. Niko i shkruan në fletore. Absolutisht. Tiranë më. I mban shënim. Me çfarë fjalë ke ndonjë që mund ta thuash apo ke hallën e gjyqit? Friksova shumë te kjo se thash domethënë nuk kollitem dot. Se do dali farmacist, do thotë ti nuk përdor ilaçin tim. Po jo, është fajut. Diçka që ka ndodhur, një fakt, diçka. Po nuk e di se janë veshur unë për shembull. Ti më duket se ke pasur ca kështu. Dikur. Përplasje dikur, je shtruar si djali. Me ke pas më shumë përplasje. Ka pasur ca Niko kështu. Me ke pas përplasje. Janë të vjetra, po që ke pas. Por mund të them që marrëdhëniet janë shumë ekselente momentalisht, po kam patur, kam qenë për shembull. Po jo, nuk ti prish prapë marrëdhënie, s'ka gjë. Nuk e flas dot si gjë. Ti prish prapë, por ti. Nuk e flas dot si gjë. Lore djalin. Po është situatë e sikletshme pra kur dikush të thotë se dua të di këtë. Por më tepër isha unë, më fal, isha unë dhe palën tjetër, kupton? Që kështu është e sikletshme si gjë. Është një stres që të ndodh momentalisht. Pra kur ti bën një deklaratë që nuk e mendon se si do shkojë dhe të vjen një thirrje për në gjyq, domethënë çfarë ndodh?
Domethënë, a duhet kemi një filtr kur japim deklarata apo domethënë jemi në dilemën midis fjalës së lirë dhe unë prandaj do të pyesja, mua më duk si e kisha edhe unë ashtu si ty e dëgjova, kam dëgjuar si gjë, nuk e tha se unë e the me kompetencë dhe një radorës në tavolinë. Nuk po e them, nuk e përgëzoj, fare, se nuk ishte ai tash e them që duhet të thuhet. Po, duhet të thuhet, po. Ishte too much. Ishte pak too much. Ishte too much se për te shakas që duhet themi në 2025 sa të kujdesshëm jemi, është dashje pa dashje ti i vë një epitet, se njerëzve nuk i intereson çfarë dëgjove ti. Intereson ajo që nxjerr nga goja, mendoj. Sidomos në këtë fazë dhe në gjithë të diskutime që janë bërë. Imagjinoj botën e showbizit pa shqipen thjesht. Pa folur shqipja, domethënë se shqipja gjithmonë kur ka një unë s'mendoj se duhet kemi filtra blaks. Jo, duhet filtra. Tani të lutem, një filtr duhet se nuk mund të themi çdo lloj gjëje që na vjen ndërmend, sidomos kur e cenon një person tjetër, nuk duhet. Unë jam prekur edhe nga ana personale, kështu që nuk më pëlqen kur njerëzit flasin pa filtr, pa fakte. Është tjetër filtr kur e ke xhepin plot, edhe nuk ke problem të paguash gjoba. Është tjetër gjë të shash dikë, është tjetër gjë të thuash kjo është e vërtet, dhe është tjetër gjë të thuash diçka që unë e kam dëgjuar ose të bësh një shaka ose ku di unë. Po mirë, çfarë ke dëgjuar ti dhe mund ta thuash pa problem dhe nuk e frik nga gjyqi tani. Çka kam dëgjuar unë që mund ta them pa problem dhe nuk kam frik nga gjyqi. Asgjë. Bëni si bëj unë, bëni si them unë, e kupton? Kështu që filtrat duhen vendosur sepse ka njerëz që e marrin dhe seriozisht dhe ka ndodhur në fakt edhe në raste të tjera të showbizit, le të themi, personazheve të njohur, të cilët kanë thënë gjëra dhe janë bërë gjëra dhe pastaj kanë përfunduar në A mund të themi që më shumë se filtrat duhet të bësh check faktet? Yes, për dhe përveç kësaj. Jo, edhe filtrat mendoj. Sepse është mënyra se si shpreh. Nëse unë kam fakte. Nëse ajo do fliste me fakte, unë ta them pa nuk kishte pse të shqetësoj pastaj nëse do të vi një pjesë gjyqi. Po dikush zgjedh që të shkojë në një studio televizive dhe të thotë gjëra. Kështu që ne jemi më të kujdesshëm, duke qenë se kemi kaq shumë vite, unë të paktën në këtë fushë, në fushën e medias, kam qenë gjithmonë e rezervuar edhe pse ky barku mban shumë sekrete. Unë për shembull jam pra nuk jam, unë është edhe me natyrë lej. Unë për shembull kam shumë problem që ta cënoj dikë. Edhe unë. Në sidomos në jetën e tij personale, domethënë se nëse janë biseda të cilat mundet të diskutohen, është okay, ne i flasim, ne i themi, pra ti mund të thuash kam dëgjuar që një projekt apo një ku diun, kurse për jetën personale është pak e vështirë, domethënë ta bësh. Unë mendoj se jeta personale në çdo rast duhet lënë jashtë. Ti mund të flasësh për dikë si artist, mund të flasësh për dikë si politikan. Po, t'japësh mendimin tënd dhe ta gjykosh si e sheh ti me sytë tu. Jeta personale, fëmia, bashkëshortja, whatever, gjithmonë lihen jashtë. Kështu që nëse një person ka zgjedhur ka ishte shenjë sot. Jo, di çfarë do thoya, jo, nuk është gjithmonë kështu. Mua më ka rastisur në fillimet e mia në Shqipëri që dilja tek e diell në 2010-ën, e mbaj mend si sot, 2011-ën, dhe gjykoja ka qenë një emision atëherë, ka qenë dhe Olti Turri aty. Dhe gjykoni ka është faktike dhe gjykonim disa artistë dhe ato më merrnin mua dhe më kërcënonin që unë funditës nuk i gjykoja as për jetën personale, as se sa talentuar apo të pa talentuar ishin, gjykoja veshjen e tyre. Dhe deri në 2013-14 ka qenë kjo si fazë që të merrnin, të kërcënonin dhe ti nuk dije as opinionin tim si profesionista ta them vëlla. Sepse në fund të ditës unë nuk po ofendoj veshjen tënde as lekët që ti i ke paguar, unë po jap opinionin tim mbi profesionin tim në gjën që ti ke veshur, as s'ka nevojë të ofendohesh. Të gjithë kemi raste që nuk kemi veshur mirë, po atëherë ka qenë edhe më i rezervuar. Shumë personale. Po kjo varet nga artisti dhe ka qenë edhe një periudhë që personazhet ndryshëm, televiziv dhe shumë të rëndësishëm për ekranin nuk kuptonin as humorin. Pra ti nuk guxoje të bëje një status. Vazhdon sot kjo. Është edhe sot. Për shembull, unë mbaj mend kam bërë një batut për një veshje dikur të Era Rusit, që i ngeli hatri dikur.
Dhe unë me erën kur u pajtove? Nuk u pajtove, thjesht ndodhi shumë natyrshëm, sepse mendoj se njerëzit rriten, kuptojnë që unë nuk e kisha me të keq, por unë me erën kam punuar, kam bërë goxha projekte, klipe, disqe. Pra mendoj se njerëzit duhet të kuptojnë që ti je një binjak. Që luhatesh. Dhe varet se çfarë hëne ka binjaku tjetër. Jo, unë mendoj që njerëzit duhet të jenë pak më open në këto opinione. Unë them që mos cënohet privatësia. Privatësia, domethënë pastaj gjërat e tjera. Për gjërat e tjera pastaj let flasim për aftësi, për profesion, për jetën personale nuk duhet të cënohet. Realisht është e shenjtë. Tani, çfarë theti një publicitet apo ta mbarojmë? The fjala kujdeset dhe dua të thoja edhe për dikë tjetër që duhet kujdeset. Francesca? Pas publicitetit. Se që ka ndodhur asaj. Ka ndodhur sot, biles. Për na falin për frëngjishten, por po ndodhin gjëra në këtë Shqipërinë tonë të mirë dhe të vogël dhe të sinqert. Francesca Murati i ka ndodhur diçka ditën e sotme, ka bërë një postim që kanë tentuar t'i vjedhin apartamentin, pastaj ka publikuar që unë dhe Charlie jemi mirë, sigurisht që na vjen shumë mirë për situatën e Franceskës, besoj që ka kaluar një pjesë të frikës apo shkon terso zemra, nuk e di pse. Po jo, se thanë ju doj shtëpia, po në fakt nuk ishte apartamenti i saj, se ishte i komshiut poshtë. Por ky ishte rasti që kanë tentuar ti hyjnë në apartamente dhe që kishte porositur online. Në të porosisësh në Temu e të vjedhin apartamentin. Mendoni se ky overekspozimi që bën mbase tërheq syri keq. Syri keq. Syri ai dutit. Dale të marrë se ka mami ka numrin e njerëz në Fier që merret me sot keq, po. Po ty s'ta ka heq syrin ajo, nuk bë ka. Po pasi jam mundën as si vështirë. Nuk bë ka ajo e Fieri. Syri keq. Dgjoj, tani unë kuptoj Franceskën sepse tani ka bashkëpunime dhe ke parasysh ti je detyruar për shkak të bashkëpunimeve të postosh, po ndonjëherë overpostimi kështu gjëra është se sjell. Unë mendoj që në shtëpi për të treguar se ku jeton. Unë mendoj që në shtëpi duhet ekzistojmë, e them nga eksperjenca, vetëm një kënd. Pra mos një kënd nëse ti do të gjërosh. Prandaj ngelet te dollapi ti, ta i cili aty. Njerëzit haçë rrobat, i them jo, shikoni ju. Sepse mendoj që ai ekspozimi i tepërt ka njerëz si thash unë syri i hajdutit që mund të shikojë gjëra që ty të duken tepër normale të lëna diku, ama të tjerë të tërheqin mbase të shtëpi tona nuk ka siç mund të ketë shtëpia e Chiara Ferrani që është e gjitha Versace dhe brende, por nuk e di, mendoj që është overekspozimi. Plak, unë madje dua të përgëzoj jo përgëzoj se përgëzoj është fjalë e keqe. Të përgëzoj. Çfarë fjalie? Sa të fortë duhet jenë ata edutët që të vende shtëpi e Franceskës. Unë e kam parë në Big Brother, ka qenë nga të vetmet sekuenca që kam parë, Franceska të nxjerr knockout me shikim o plak. E ka të shikimin aq të ftohtë sapo të pa, nuk e di, domethënë hipotermi direkt. Edhe ata vajtën atje. Nuk do desh duar trokita, po nuk do duar trokas. Për guximin. Shumë këllqe, nuk me këllqe edhe këto, domethënë. Më vjen shumë keq domethënë për këto situatat. Kam dëgjuar së fundmi që po ndodhin në fakt këto lloj situatash për njerëz që mund të tentojnë të bëjnë vjedhje nëpër apartamente. Një pjesë ndoshta dhe nuk janë publikuar në media, por di nga miqtë dhe të afërt që po bëhen këto lloj tentimesh për të grabitur. Edhe më vjen shumë keq që jemi në këtë lloj situate. Pse jemi si New York zemra? Jemi njësoj. Se New York shton Juhu. Unë prandaj kam marrë shtëpi në pallatin Veri. Dhe nuk besoj që nuk duhet të kemi besim dhe te kushdo, se ndonjëherë për shembull ndodh që mund të jetë dikush edhe që ti e njeh. Ja, për shembull, unë Nikos do t'i besoja që mund të jap një informacion ndoshta më të tepërt për dikë që ka interes për apartamentin tënd. Unë Nikon për shembull do t'i thoja direkt se ku jetoja, se maksimumi ky do vite shtëpia, do hapi dollapin dhe thotë çfarë vjedhëm këtu mar shoku. O Niko, lekët, po shlekët mo, ç'është ky e verdhë? Ç'është verdha që s'më shkon mua. Nuk të shkon fare. Kështu që në një cep të shtëpisë. Mirë është. Është një cep. Jo, ekspozimi mos tregoni, unë mendoj që tani që po mendoj lukset, që tregosh lukset minimumi ti duhet të kesh një roje në pallat.
minimum, kupton? Kur ti do të bësh këtë lloj lifestyle-i, siç të gjithë duan të bëjnë. Por duhet kemi dhe siguri. Kur ti ke të gjitha të sigurta, pra ti je 100% i sigurt, ti mund të postosh çfarë të duash, akoma dhe diamantet e tua se nuk tani që po mendoj, un kam postuar në familje kemi një traditë që në orën 12 secila nga ditëlindjet e të gjithëve ne mblidhemi ke salloni dhe bëjmë një surprizë që askush nuk e di atë surprizën. Domethënë jemi shumë të përgatitur. Ka vjet që vazhdon, po askush nuk e di. Domethënë në orën 12 kur na vjen ditëlindja nuk e dim fare që kanë blerca tullumbaca dhe domethënë dhe një tort, por vazhdojmë e përjetojmë shumë me emocion në momentin dhe un kam publikuar një video, më fal Niko, që më kanë pritur gocat nga brenda shtëpisë sepse unë isha jashtë dhe është treguar gjithë apartamenti im. Ajo video ka më duket se një 300 ca share, save dhe 500. Okej, mund të jetë edhe arredimi i shtëpisë, mund ta kenë ruajtur për të parë në detaj, por tani që po e mendoj Niko, për shembull, unë s'kam qenë kurrë në shtëpinë tënde. Unë zëre se kam qenë në shtëpinë tënde në sallon, zëre se jam ulur se e di si e ke të arreduar. Pra, jemi miq, nuk e di sa 100 vite dhe zëre se kam qenë se të shoh në story në gjëra dhe them okay, është shtëpia Jonidës. E njoh, e dallon. E dalloj. Pra unë nuk duhet ta postoj më atë. Tani unë nuk tani iku, po unë hedh në çdo ditëlindje sepse është ajo torta vjen gjyna, domethënë që mos ta publikoj atë surprizën që nuk e dim asnjëri që do ndodhi në 12. Është bërë si traditë tashmë. Domethënë angazhohen ai shumë gocat për të bërë atë surprizën sa kështu që do prisni edhe në datën 10, një surprizë që unë nuk e di që do ndodhë. Absolutisht jo. Po, jemi drejt fundit. 10 tetor. Po, në 10 tetor jam një kandar i mirëfillt, peshore, domethënë. S'do bëj plana, do pres videon shumë. Në orën 12. Ej, si pa pritur dhe pa kuptuar, ne jemi në fund të programit. Në fakt ka ndodhur gjëra të kësaj jave, normalisht se nuk ka ditë që nuk ndodh gjë, por janë disa tema të cilat nuk do donim që t'i preknim, përveç se janë diskutuar shumë nëpër panele, edhe janë dhe të trishta gjithashtu, munduam që të diskutonim gjëra që janë pak më të prekshme. Leila, ti se poston kur shtëpinë, kështu që jeni në rregull. Postova një herë dhe hëngra. Një shpinë Sarandë dhe më kthyi bumerang, kështu që po pse nuk hedh më kurrë. Pse të bënin numra? Nuk atëre. Ço ka bler? Ka bler një vil. Jo, e ka ndërtuar një vil mami im edhe e hodha dhe më masakruan e të thash nuk do hedh asnjë nga shtëpitë më. Por ju që nuk e dini, mami Leilës është inxhiniere. Po. Ndërtuese. Po ti çka ke mbaruar? Biznes ndërkombëtar. Në digital marketing. Gëzohemi. Këtu jemi, le të njihemi. Jemi në fund të programit, morëm ca leksione sot, ca mësime të mira nga gjëra. Mësoj presidentët nga gjërat që ndodhin për rreth. Ekspozoni shumë. Kujdes çfarë thoni me filtra. Si ato të Instagramit që përdorni. Unë prapë s'do kem kujdes, po okay. Keni një gjyq. Sa mund të përballeni me një flet gjyqi. Francesca duhet të ndryshojë shtëpinë, sa i pallati është i mallkuar me sa duhet. Mendoj unë po. Ti hyn nga fillimi tani, ndroj mobilje. Nëse Franci dhe të gjithë ata që na dëgjuan edhe dëgjojnë Top Albania Radio, ju përshëndesim të gjithëve. Kalofshi një javë sa më të mirë, ne do dëgjohemi të mërkurën tjetër, do të jemi sërish këtu. Pafund thashë theme. Dhe do komentojmë. Ju puqim edhe ju jepemi. Me gjithë zemër.